Aktori amerikan Matthew Perry, I njohur për interpretimin e Chandler Bing në serialin hit të viteve 90 Friends, ka ndëruar jetë në moshën 54 vjeçare. Sipas raportimeve të mediave amerikane, që citojnë burime policore, Perry u gjeti vdekur në shtëpinë e tij në Los Angeles. Seriali Friends, që tregon jetën e 6 miqve që jetojnë në New York, u transmetua nga viti 1994 deri në 2004. Episodi I tij I fundit u ndoq nga 52.5 milion shikues në Shtetet e Bashkuara, duke e bërë atë episodin televiziv më të ndjekur të viteve 2000. LA Times dhe TMZ, të cilat raportuan të parat lajmin për vdekjen e Perryt, lajmëruan se aktori ishte gjetur pa shenja jete në vaskën e shtëpisë së tij. Warner Bros TV, që prodhoi serialin Friends, u shpreh e shkatëruar nga lajmi për vdekjen e Matthew Perry. Matthew ishte një aktor jashtëzakonisht I talentuar dhe një pjesë e pandashme e kompanisë son, thuhet në një komunikat për shtyp. I lindur në Massachusetts, në vitin 1969, Perry u rrit në Ottawa, ku ndoqi shkollën fillore bashkë me Justin Trudeau, që më vonë do të bëhej kryeministri I Kanadas.